Bismillahirrahmanirrahim. Tema 74, lutja që bën agjeruesi nëse nuk e prish agjerimin kur e ftojnë për të ngrënë. Edhe kjo është edukat tjetër speciale që ka përdorur, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur ndokush për juve ju thirr juve me një gosti, me një ushqim, nëse jeni të agjeru, nëse nuk jeni të agjeru, hani me ta bashkë. Nëse jeni të agjeru dhe nuk doni me prish agjerimin, atëherë bani dua për ta. Domethënë, nëse thirr dikush me një darkë ose me një drek, këtu ka sharem kjo çështje. Nëse e ki agjerimin vullnetar, edhe e din që nëse shkon ti edhe nuk han, para gjikohesh para njerëzve, para Zotit shtëpisë që të ka thirrë, s'mund me të kuptu. Nuk e ka qatë përgatitjen fetare që me të kuptu ty që o jam të agjeru, edhe s'mund me të kuptu, nashti fillon me të dyshu që ti pse s'po han ushqim, mos ki diçka, mos po mendon me isana, këtë rast nëse shkon, është ma mirë me prish. Nëse është agjerimi vullnetar, na të folë për agjerimin vullnetar. Nëse është agjerimi obligativ, nuk bëhet me prish, është me kallëzu pej fillimit. Për shembull, kanë me do ditë Ramazanit, ja komunis me agjeru, s'mund me prish. Kjo është tjetër çështje. Mirë po, nëse është ose te gratë që i kanë me do pjesë pa i agjeru, që i kompenzojnë, s'mund me prish, shkon, rren aty derisa të bëhet iftari, pastaj han. Mirë po, nëse është agjerimi vullnetar, duhet personi me shiku gjendjen e njerëzve. Nëse nuk ka problem, e kuptojnë, është një shoqni që merr vesh, është një fest që merr vesh, është një familje që merr vesh, atëherë nuk e prish agjerimin, po bën dua për ta. Lutet për ta. Thot, ju kallëzon të jam agjerueshëm, nuk më hongër me juve, mi po bën dua për ta. Dhe kjo është si lloj zaventësimi i mos ngrënies tënde. Deri kur derisa të bëhet iftari, nëse arrin aty derisa të bëhet iftari, pastaj bën iftar me ta. Për këtë arsye dietar kanë thonë përmes këtij hadithi që përmend Imam Shaukani, përmes këtij hadithi tregohet se mi u përgjigj ftesës nëse nuk i arsye, për mos përgjigje është obligim. Nëse thirr dikush me një gosti, nëse thirr dikush me një nej, nëse thirr dikush me një drek, nëse thirr dikush me një darkë, edhe ti nuk ki ndaj arsye për mos më u përgjigj. Domthon, ai nuk ka ndaj haram që ty të ndalon me shku. Nuk ka ndaj vepër aty që ty të ndalon me shku. Edhe ti nuk je i smut, je ki gjendje normale, duhesh më u përgjigj ftesës. Duhesh më u përgjigj. Është obligim më u përgjigj. Pse? Mos më thyej zemrën atij. Ai po të nderon, po të respekton, po të thirr ty special. Mos më thyej zemrën dhe me mbajtën lidhjen domethënë vllazërisë, e shoqërisë, ose fisit, ose familjes, ose me mbajt mos me lën më shkput. I po nëse ki arsye, pastaj është tjetër çështje. Kurse nëse s'ki arsye, nuk bën me refuzu ftesën dhe me lën anash. Këtu domosdoshmë autori ka sjell që bën dua për ta, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka cek çfarë duaje. Domosdoshmë përderisa ata janë të nejt, janë të hungur, janë të bë mohabet, ti bën dua për ta. Sa të kish mundësi me bë. Çfarë duaje s'ka rëndësi. Mundesh me cek çto dy duat që i tham tash, mundesh me cek dua tjera, mundesh domosdoshmë çka do që ti ki ta don zemra me bë për atë person i cili të ka thirrë dhe ti pastaj nuk e pas mundësi me u përgjigj ftesës së tij.